Faleminderit zotni nënkryetari i Kuvendit, Haliti, kolegë deputet. Ne po shqyrtojmë me lexim të parë ligjen për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për ndërmarrjet publike. I mora i krah letra me veta, mete për të pa data, për shkak se ne këtu nga njëherë flasim shpesh duke i majtur men masanej në ngatrohen. Ky ligji për ndërmarrjet publike është votuar në Parlamentin e Republikës Kosovës për herë të parë me 15 qershor 2008. Ndryshimi dhe plotësimi i këtij ligji, domethënë ligji i dytë, varianti i dytë plotësues, është votuar me 30 maj 2012. Tash pse po i përmend dytë? Po i përmend dytë për shkak se ky që është varianti i tretë i leximit, plotësimit, ky që po trajtojmë sot, duhet dihet sakt nga deputetët që nuk i mojnë në dorë gjitha variantat, që a ju referohet vetëm ligjit bazë, apo i referohet edhe variantit dytë plotësues. Kur kush se ka përmend deri tash, as qeveria se ka përmend. A pa i pas të tëna variantat të tavolin dine që edhe unë gaboj edhe ju se cili për jush. Edhe i përcollat gjithë në diskutim, nuk e kanë fort qartë. Që ekziston edhe varianti që e plotësot parin, për nuk është në njëjtin fashikull, po i shtohet. Atëherë, pse po themte? Sepse po e zonë varianti dytë që se përmen kurkush, po ka pasoja, mënyrën e leximit të kësaj problematike, në nenin e vetë 23 që i bjen faqja 6 në tekstin e Kuvendit final, e ka në fund një listë me një numër endor një, ku i emëron cilat janë ndërmarrjet publike qendrore dhe i numëron në ndërmarrje. Tash jemi te varianti që po diskutojmë sot. Është e vërtet që është gabim të thuhet që ky ligj në mënyrë implicite po flet për trepçen, po këto tash po flitet për ndërmarrje tjera duke pasur parasysh trepçen e tjera. Nuk është e vërtet, ligji është lexim, ndryshim dhe plotësim i këtyne dy varianteve që janë në punë deri sot, por është e vërtet që në një neni 3 merret edhe me trepçen, me germa. Pra, neni 3 merret me ndërmarrjet, po neni 5 i këtij projekt ligji për ndryshim dhe plotësim e propozon një nen plotësues 37 që merret direkt me trepçen. E tash çfarë shkrojnë këto dy nene? Po shkoj me radhë. Neni 11.3. Unë mendoj që ky nen, nëse se ka pas këtu edhe mendimet fshihet krejt, jo, se nëse fshihet krejt, ky ligj është pa materi, ky s'funksionon hiç, s'thot kurrë. Se esenca e këtij ligji faktikisht është neni 3 i cili i jep fuqi qeverisë përmes aprovimit Kuvendit që ti marr XY ndërmarrjet shoqënore nga agjencia e privatizimit e cila i administron dhe ti administroj vetë qoftë duke i kthyer në ndërmarrje publike. Pra esenca e këtij ligji është ky treshi. E hoqe treshin, s'ka kur gjë, s'ki pse bisedon. E pra, jemi te treshi. Unë mendoj që pika e parë e 11 treshit është domosdoshmë për ndryshe s'ka ligj hiç. Që i bjen, unë po e lexoj për ta bëu më të qartë dhe për të metë saktë çka po them këtu, e shënuar. Me propozim të qeverisë, Kuvendi i Kosovës mund të marrë vendim që të heq nga kompetenca e Agjencisë Kosovare të Privatizimit ndonjë ndërmarrje shoqërore ose njësi të caktuara organizative të një ndërmarrje shoqërore për fshirë asetet e tyre dhe të autorizoj qeverinë që këtë ndërmarrje shoqërore përkatësisht njësitë e caktuara organizative të një ndërmarrje shoqërore të regjistroj si ndërmarrje publike. Unë mendoj që kjo do të metet.
s'ka kuptim të hiqet. U fol shumë për pjesën e dytë, dhe unë si deputet, jo në emën të grupit, jo në emën të Sabri Hamitit, deputet i Republikës Kosovës, propozoj që të vazhdohet kështu. Mas kësaj, pra hiqet pjesa tjetër, paragrafi tjetër, dhe unë vazhdoj. Regjistrimi i ndërmarrjeve publike të nivelit komunal bëhet në këshillim me komunat në territorin e cilave gjenden ndërmarrjet ose njësitë e caktuara organizative të ndërmarrjeve shoqërore, të cilat janë objekt i regjistrimit si ndërmarrje publike pikë. Unë propozoj që në 3 pra i këtij projekt ligji të duket pjesa e parë, si ekziston pjesa e dytë, kjo që propozova, kjo është propozimi im, kjo është kontributi im në këtë diskutim për ta bërë konkret. A e merë kuvendi, a e merë Komisioni e Punë për ta, kjo unë edhe është propozimi dhe me të regjistruar, mund t'ju jap edhe me shkrim, po kjo saktësisht e lexova. Deri këtu, pra kemi të bojmë me ndërmarrjet shoqërore, që si ka në qeverisje direkte qeveria, po mund t'i marë përmes kuvendit që t'i bëj publike, ose pjesë tyre. Tash i punë e Trepçës. Pse mendoj që duhet metet kë në një pesk, tu që e propozon një nën të quajtë 37A, sepse kë 37A vendoset i mas 37-it të ligji bazik i 2008-ës. Ta kemi të qartë, te aj duhet referohet. E tashi, ky thot, statusi, organizimi dhe strukturimi ndërmarrjeve shoqërore, të ndërmarrje shoqërore regjistruar në regjistër gjyqësor me emërtimin Kombinatit Zyrtar Metallurgjik Trepça, e cila aktualisht e bazuar në certifikatin e biznisit, identifikohet me emërtimin Trepça në administrim të AKP-s, rregullohet me strategji dhe ligj të veçantë deri në miratimin e këtyre akteve dhe ndërmarrja do të vazhdojë të ofrohet të tjera. Kjo pse është e domosdoshme? Është e domosdoshme sepse ne aktualisht me ligjit që e bën para një jave kur ishte, ne Trepçë ne kemi në këtë situacion. Dhe më thonë, i është shty afati për bisedimet për te, po ajo gjithmonë është në menaxhimin e agjencisë aktualisht, ligjërisht, dhe në këtë moment edhe deri të mos ndryshon ne diçka të privatizimit. Mirë, po çfarë është? Tashi këtu precizohet për të që duhet bëhet edhe strategji dhe ligji veçantë. Ju thoni, po nga dalë se kjo po përsëritet. Po, veç për mu është me rëndësi. Nëse herën tjetër para 2 vitesh kemi pas rekomandim të kuvendit që të marrohet ligj, dhe sa është marruhe, e tash bëhet detyrim ligjor, ligji për Trepçën. Dhe unë mendoj që duhet votohet kja. Sepse tjetër është obligimi ligjor për ta ndërtuar ligjin e veçantë për Trepçën, tjetër është rekomandimi diskutimit, po ta bojmë edhe sot rekomandim e ka qatë vlerë. Është rekomandim i cili nuk ka dhënë fryt për kaq muj 15, një vit e gjysmë më duket janë. Dhe në fund, që s'është punë për mua, po unë po e them, ushtru këtu disa herë kush e ka fut këtë dokument. Unë si një deputet i vjetër, i mëqëm në këtë kuvend, me plot përvoja. Kur vjen në kuvend dhe më vjen me 2 nënshkrime, unë besoj që e kanë pru këta. Qeveria Republikës Kosovës ja qënë kuvendit edhe i thot, ju lutem procedone ligjin këte, si mas regullave tuja dhe në fund nënshkruhet. Isa Mustafa, kryeministër i Kosovës, dhe Fitim Krasniqi, sekretari i përgjithshëm ZKM. Kaq. Nuk kam unë arsye të besoj tash krijoj fantazi retrospektive o prospektive kush e shumë. E kanë shkruar ata që e kanë nënshkruar. Po s'ka kundërshtim, kjo po s'pun po jo ushtru këtu, unë po ju them për mua letra që vjen në emër të qeverisë dhe nënshkruhet me 2 firma, unë nuk i lejoj vetes kur ndërtoj
tregime fantazi. Edhe një minutë, Strani. Mirë. Po ta shtresha unë, si deputet këtë pyetje, atëherë mundet të më mashtru mu dikush pyetjen. Edhe unë jam i kujdesshëm për këto, se ka drejtën e plot, ai më thonë, po ka dalë të në bazë shkafit, po thuhet që se kem shlu na. Edhe ne shkojmë në pafund, deri në pafund të këtij tipi të dyshime, as po di që shmjam gjitenin, për mu kjo është dokumenti në nënshkru me 2 firma, kaq faleminderit shumë, zotni Krysush.